Përshëndetje, sot është data 12 prill dhe jemi tek parku I shtesave. Këto janë shtesa që I kemi bërë në datën, në mos gaboj, 8 gusht 2025 me mamat e vjetra. Do më thënë, kemi hequr mamat e vjetra nga kolonitë e mjaltit dhe kemi bërë shtesa me 4-5 rrugë. Dhe kjo është gjendja sot. Kjo është me 4 korniza me pjellje, 5 korniza me pjellje dhe kjo ishte me mjalt, polen dhe në pjesën fundore me pak pjellje mashkullore dhe kishte ndërtuar, kishte bërë, ka bërë çibuk për rojitje. Pra është ngjeshur jashtëzakonisht shumë. Mama është e vjetër dhe ne jemi me vonesë për ta kaluar në kusheret e madhe. Kështu që çfarë teknike do përdorim në këtë rast? Shkurt, ne do ta heqim nga ky vendi këtu. Kjo koloni do mbasi të gjithë mbletën e fushës. Në vend të kësaj do vendosim një nukleus që është pak më I vogël, që ka një hap, që është një hap më mbrapa. Dhe këtë do ta spostojmë tek kosherja 135 që shikoni atje, e cila është bosh për momentin që nga viti I kaluar. Në këtë mënyrë ne do të heqim menjëherë instiktin rojitës të kësaj blete. Kjo është një nga teknikat. Teknika tjetër është që ne e vendosim në një kosherje të re, në të njëjtin vend, I japim korniza me flet dylli për t'i punuar. I japim hapësirë të bollshme. Në këtë mënyrë ajo e ul menjëherë instiktin rojitës dhe rikthehet përsëri në formacion pune. Shikojeni se sa mirë po punon kjo bleta. Këto janë mëmat tona më të mira të vitit kaluar, sepse pjesën tjetër të mamave që nuk ishin aq cilësore, me cilësi të mira, ne I vram dhe mbajtëm vetëm mamat e vjetra më të mira. Kjo teorikisht do t'jetë më me viti 2024. E kaluam në kosheret të madhe. Siç tham, kjo kishte 5 korniza me pjellje dhe një kornizë me mjalt. Pjelljen tani I bëm në kontrollin që I prishëm çibukut. Çibukut ishin të saponisur, domethënë me larva 2-3 ditore. Nuk është se ishin domethënë janë krijuar këto 3-4 ditë. Duke qenë se ne I kemi hequr bletën e fushës, pjesën e pjelljeve nuk do të luajmë, vendosim kornizë boshe dhe kornizën me mjalt të saj e kalojmë në ansore. Është kornizë vjetër, kalem në ansore që pra, I kemi shtuar 3 korniza, 6 I kishte, 9 na duhet dhe një kornizë tjetër. Që ta bëjmë 10 dhe me këtë blet them se kemi mbyllur për momentin frikën nga rojitja. Tani dua t'ju tregoj një mënyrë tjetër se si ne I shtojmë kornizat. Kjo bleta në datën 29 I 3, mos ka për këti duke data apo jo, ka qenë me 5 pjellje, është bufaste 2025-ës, pashka se kam shkruar me 2024, aty është me gjurë blu. Në datë 29 ishte me 5 pjellje, 2-4-5, sot është me 7 pjellje, pra 1-2 edhe këto 5 ta këtu me pjellje. Tani shtova një kornizë pak të punuar, këtu, kjo është me mjalt, 5 korniza me pjellje dhe 2 kornizat e tjera I kam lënë ansore. Zakonisht nuk sugjeroj që të ndahet pjellja, por duke qenë se kjo është një koloni mjaft e fuqishme, I ka dashur shtesën e kornizave më përpara, unë mundem që ta ndaj pjelljen në 2 pjesë. 2 betartë për gjithë betartë e rinj nuk e sugjeroj në qoftë se nuk janë të bindur.
Pse po e bëj këtë? Po e bëj edhe për një arsye tjetër, sepse këto dyja janë korniza të vjetra, të zeza, kështu që unë dua t'i nxjerr sa më shpejt në ansore dhe në mes, në qendër të kolonisë, të lej gjithmonë kornizat e reja dhe cilësore. Is this?